koalicioni madhështor opozitar për procesin? Ky është një proces shumë i rëndësishëm. Fakt është finalizimi i një pune shumë të gjatë që ka filluar në Kuvendin e Shqipërisë me përgatitjen e gjitha ndryshimet ligjore që mundsojnë votën e diasporës, më pas ka vjuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ku janë përgatitur të gjitha aktet nënligjore dhe procedurat teknike të cilat mundsojnë këtë proces, në të cilat Partia Demokratike sigurisht ka qenë e pranishme dhe ka kontribuar për të garantuar jo vetëm lishmërinë e procesit, por transparencën dhe standardet më të larta. Ajo që ne kemi kërkuar në të gjitha fazat dhe hapat e procesit ka qenë pikërisht transparenca dhe konstatoj me kënaqësi që sot jo vetëm përfaqësuesit e subjekteve zgjedhore që jemi ne dhe kemi qenë sot që në orët e para të mëngjesit, por edhe media, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile kanë mundësi që të ndjekin hap pas hapi këtë proces. Ky proces ka të bëjë me përgatitjen e fletëve të votimit dhe zarfave për votuesit nga jashtë. Sigurisht ne po përpiqemi, po kujdesemi që të jetë një proces sa më i rregullt, sa më i qetë dhe të garantojë standardet më të larta, në mënyrë që ajo që ne kemi thënë prej ditës së parë si Parti Demokratike, si koalicion për Shqipërinë madhështore, pra që do të njihet, vlerësohet, lexohet drejt vullneti i çdo votuesi që voton nga diaspora, dhe të jenë të sigurt, të jenë të qetë, që çdo votë e tyre që dërgohet me zarf në Shqipëri nëpërmjet operatorit postar që është përzgjedhur, do lexohet ashtu siç ka qenë vullneti i tyre, pa u tjetërsuar, pa u manipuluar dhe pa u ndikuar nga kushdo qoftë. Zoti Lloku, ka ndonjë aspekt i procesit që ju shqetëson ose që ju ngreni pikpyetje në këtë fazë që jemi, apo jeni optimist për gjithë zinxhirin? Deri në këtë fazë nuk kemi ndonjë pikpyetje apo shqetësim lidhur me procesin, sepse është një proces i cili ka kaluar nëpërmjet një procesi konsultimi shumë të gjatë, ku sigurisht ne kemi pasur mundësi të paraqesim sugjerimet tona, të bëjmë objeksionet tona, të cilat më pas edhe janë reflektuar në aktet ligjore apo nënligjore të KQZ-s. Nga ana tjetër, ne do jemi këtu për të monitoruar procesin në çdo fazë të tij, në mënyrë që ky proces të shkojë sa më mirë dhe të jemi të sigurt që zarfet, përfshirë zarfet dhe fletët e votimit, do arrijnë në adresat postare të votuesve nga jashtë që tashmë janë regjistruar. Sigurisht është një numër i konsiderueshëm prej 250.000 qytetarë shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, dhe të mundsohet që mos ketë asnjë lloj rezerve, vrejtje apo të ketë ndonjë po themi ankim në raport me këtë proces. Shumë faleminderit. Faleminderit.